Nëse Piligji nesër del me shpresë dhe kombit, jo vetëm Tiranën që marrëm, po të gjithë qytetet i kemi për të marrë. Për këtë arsye them, këta e dinë që të dyja partit janë të eliminuara, që të dyja partit nuk do ekzistojnë më, do t'jeni jashtë zgjedhjeve, nuk do ketë zgjedhje me KQZ, po do ketë zgjedhje me kompjura që do jenë vullnetar, 2-3 veta që rrinë në kompjura, në atë minut që tjetri hedh votën, del në televizor dhe para se të mbyllet votimi, për shembull më 6, më 7, nga ora 5 e din kush ka fituar. Kjo është shpresa e kombit që kemi. Unë nuk kam thënë që unë e kam bërë qeverinë teknike. Po është qeveri serioze, është qeveri për ju. Do t'jenë shërbëtorët tuaj 13 ministra, e zvendës ministra. Ajo pëseja ka 35 vjetë që në kone Ramizit, i ka zyra s'paguan as taks, as qira, as uj, as drit, as gjë. Llogaritë që adem i ka bërë. Pëde, ja ka marrë tjetri pasurin, e ka patur tokën tjetri njeri, në kohën e komunizmit është bërë për oficerët, s'paguan as drita, as gjë për gjë, po merr prap